kurse salavatet dhe selamet, përshëndetjet dhe bekimet, lavdrimet, shpëtimi Allahut, ta janë për profetin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Prandaj elusim Allahun xhelleshanuhu që të gjitha këta mirësi, dhunti, begati të jenë edhe mbi ata të cilët e ndoqen dhe e ndjekin rrugën e tij, sunnetin e tij, po ashtu përpiqen që të ecin dhe të ndjekin gjurmët e tija profetike deri në ditën e fundit. Nuk ka as pak dyshim se atë që Allahu xhelleshanuhu në rrugë të drejtë udhëzon, nuk ka kush që nga ajo rrugë ta humbë, largon lajthit dhe devijon. Dhe atë që Allahu xhelleshanuhu me të drejtën e tij, me urtësinë dhe butësinë e tij e humbë, nuk ka kush që udhëzon. Dhe fjalët më të mira janë të Allahut, udhëzimi më i miri është i Muhamedit alayhis salam. E veprat më të këqija, të gabuara dhe të sherrit janë risit, bidatet, të cilat çojnë në humbje, e humbja çon në zjarrin e xhehenemit. Allahu të gjithëve nga ai na mbroft. Lezër të dashur, dhe të flasim për një çështje që shumë herë ballafaqohemi me to, e pastaj na kujtohet dhe i largohemi dhe pastaj përsëri ndeshemi me to. Dhe ajo është livdimi apo pastrimi i vetes. Një gjë e tillë është shumë e dashur për nefsin. Livdimi i vetes, apo duke ja pohuar vetes punët, fjalët e mira. Une kështu natën falim, lexoj Kur'an çdo ditë. Une çdo herë kur shoh dikon të varfër, une ja zgjati dorën, i ndihmoj. E gjëra tjera edhe gjëra tjera. Kaç herë në ditë thom la ilaha illallah, kaç herë thom subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu ekber. Dhe me thom pohimi i veprave të mira duke ja atribuar vetvetes. Kjo është livdim. Por pastrim, Allahu në Kur'an këto thot, fela tuzekku anfusakum, mos i pastroni vetet e juaja. Kjo fjala teskije, interesant vlezër, fjalët e Allahut subhanahu wa ta'ala, të cilat ka dashur ai të jenë gjuhën arabe. Kjo fjala teskije ka të bërë shumë. Kjo përmbledh kuptime dhe kuptime në vete që vetëm me fol për çështjet, domethënien e kësaj fjalës, vallat nevojiten orë të tëra. Tham teskije, ngritja e vetes me çka? Me vepra të mira. Unë e kështu bëj, mu namazit duhas së mik, unë e fali di e 4 e kështu me radhë. E unë e kom si zakon natën qohem edhe falje. Lexoj kaq Kur'an, e kështu me radhë, e kështu me radhë. Kjo është livdimi i vetes, teskije ngrit. Prandaj Allahu xhelleshanuhu këtë fjalën teskije yuzekki e ka përmend shumë kuptime. E para ngritja, por ka dhe kuptim tjetër, pastrimi. Pastraj, thot Allahu xhelleshanuhu, mos e pastroni veten tuaj. Çka mos e pastroni veten tuaj? Kita shimohon të gjitha cilësit, fjalët, thot unë kujt nuk ja du të keqen, unë nuk mendoj asnjëherë për keq. Zemra ime gjithmonë është me Allah. Dhe më thonë kita është mëkatet, mangësit, i largon prej vetes së tij. Unë me njëherë uli kokën kur ka haram. Unë nuk dëgjoj haram. E gjëja tjera, çka bën ki? E pastron veten e tij. Vezër kjo gjë e tillë është dhuratë e Allahut xhelleshanuhu. Allahu ja jep kujt të don. Allahu ja jep robëve të tij të sinqert, të cilët dhe e meritojnë një gjë të tillë. Por kjo teskija, pastrimi i vetes, Allahu thot, qad aflaha man zakkaha, ka shpëtuar i cili e ka pastru veten e tij. E këtu thot Allahu, fela tuzekku anfusakum, mos i pastroni vetet e juaja. Në surën Shams thot, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ka shpëtuar, ka fituar ai i cili e ka pastru veten e tij. E këtu Allahu thot, mos i pastroni vetet e juaja. Kur bëhet fjalë vëllezër për ndalesën, mos i pastroni vetet e juaja, Allahu e ka pas qëllimin me fjalë. Mos u bë ti tregosh para tjerëve se shikjo, ti gjitha punët e mira i boke, dhe punët e këqija ti i largohesh dhe i largon ato prej vetes. Allahu ka thonë me fjalë mos e bëni një gjë të tillë. Kurse me vepër duhet me e bë. Qad aflaha
ben zekkaha. Prandaj besimtari të dhuntit e Allahut xhelleshanu i merr dhe është falenderues ndaj atij, ndaj Allahut. Dhe këto e çojnë atë çka me qenë rob i devotshëm i Allahut të xhelleshanu, kur sheh se Allahu sa mirësi i ka dhënë, si e mbron Allahu prej mëkatit, si ja mundson Allahu xhelleshanu me bë vepra të mira. Pastaj nëse nuk ndodhet një gjë e tillë, a din ku arrin vëllezër? Arrin te cilësitë e çifutëve dhe të krishterët. Çka thot Allahu për ato? Wa qalet al-yahudu wan-nasara nahnu abna'u Allahi wa ahibba'uhu. Than çifutët dhe krishterët, ne jemi djemt e Allahut, ne jemi të dashurit e Allahut. Pastaj e vendosën që ato me të vërtet janë të udhëzuarit dhe than wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Nëse doni të jeni të udhëzuar bëheni, ose çifut ose krishter, do të jeni të udhëzuar. Edhe pse të tjerët janë të udhëzuar, e besojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ata thanë jo, pse e ngritën veten e tyre. Pastaj thanë wa qalu lan yadkhula al-jannata illa man kana hudan aw nasara. Pastaj thanë edhe në xhenet nuk ka me hi askush, vetëm ata të cilët janë çifut dhe ata të krishterë. Por kjo nuk ju mjaftoi. Çka thanë? Arritën duke livdu veten e tyre për mirësitë që Allahu a dha, dhe i ngriti Allahu, i dalloi mrenda popujve të cilët kanë kaluar dhe në kohën e tyre. Pastaj ato çka thanë? Shiqoni ato, pastaj arritën me një shkallë aq të lartë, saqë Allahu thot laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya. Pastaj pasi që Allahu i dha shumë të mira, ato thanë ne jena talent. Jo që Allahu na dha, po ne meritojmë një gjë të tillë, se ne jemi të aftë. Edhe çka thanë? Allah thot laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya. Allahu thot e kom dëgjuar pretendimin e atyre që thanë se Allahu është i varfër dhe ne jemi të pasur. Pastaj Allahu xhelleshanu shiqet çka thot? Ato çka thanë? Wa qalet al-yahudu yadullahi maghlula ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Pastaj kur nuk ju ecshin punët, kishin dështimin biznistan, Allahu është koprac. Allahu i ka durët e mbyllura. Allahu tha ju thafshin durët. Durët e Allahut janë të shtallura, jep ai ashtu siç dëshiron subhanahu wa taala. Prandaj shiqo vëllezër, pëlqimi i vetes, lavdrimi i vetes deri ku arriti prej te njerëzit, duke i nënçmu, duke e llogaritur veten se ku ke arritur, dhe arritën te Allahu xhelleshanu. Çka i thon? Ai është i varfër, ne jemi të pasur. Pastaj thon Allahu është koprac, dorën e ka të mbyllur, nuk jep. E Allahu xhelleshanu i mallkoi. Prandaj shiqo Allahu vëllezër subhanahu wa taala çka thot? Allahu të gjitha këto na i tregon me një ajet, thot alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum. A nuk i pat ato të cilët e livdojnë veten e tyre, e pastrojnë veten e tyre nga çdo mëkat, e pastrojnë me fjalë, jo me vepër, nga çdo cilësi negative. Ato thonë ne këto se posedojmë. Unë të kishëm qenë kohën e Muhamedit alayhis salam, do të kisha qenë çati, do të afër Ebu Bekrit dhe Omerit. Kjo është me fjalë, me vepër nëse përpiqesh. Allahu e don një gjë të tillë, që njeriu ta korrigjon veten e tij, nefsin e tij, ta pastronë nga mëkatet me tobe, me istighfar, por jo me gojë, jo para njerëzve të thote. E Allah thot alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum. A nuk i shikoni ato të cilët e livdojnë dhe pastrojnë veten e tyre me fjalë? Allahu me njerë dha përgjegje, belillahu yuzakki men yasha. Ai i cili e pastron robin nga mëkatet, e ngren ato, ja drejton atij punët, e çon siratul mustaqim, është Allahu. Wallahu yuzakki men yasha wala yuzlamuna fatila. Edhe askujt nuk i bëhet pa drejtësi edhe sa një pe. A i keni pa ato hurmat vlezër? Të aja bërthama hurmës ngelin diçka si pe. Rondësh edhe me e pa një pe prej atire. Allah thot edhe aq pak nuk i bëhet askujt pa drejtësi. Prandaj lëvdimi i vetes është një smundje e madhe. Është një smundje shumë e madhe, sa që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me në hadithin që e kanë nxjerrë Imam Buhariu dhe Imam Muslimi an Abi Bakr an-Nafi' ibn Harith thot أن رجلا أثنى على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم. Thot ki sahabiun këtë hadith sahih, një person thot e livdoi një tjetër, do të thonë sahabi, e livdoi një sahabi tjetër
në prezencën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E Muhamedit alayhis salam kjo nuk I pëlqej hiç, tha: "Wailak qata'ta 'unuqa sahibik, wailak qata'ta 'unuqa sahibik", qalaha miraran. Kur ndëgjoi Muhamedi alayhis salam se ki e livdoi ato, tha: "Ki është njeri I mirë, ki kështu, ki o ba mirë, se ki frigohet Allahut." Çka tha pejgamberi alayhis salam? "Wailak", tha, çka je tu bo? Ja kpute qafën, tha, shokut tënd. E me thonë, e lëndove me atë fjalë. E qite prej disponimit. Sikur se me ira me një shigjet, tha: "Qata'ta 'unuqa sahibik", ja kpute qafën, tha, vllau tënd, ja kpute qafën me atë fjalë. Pejgamberi alayhis salam vëzër, ai dinte shokët e tij, por nuk donte që njëri ta livdon e tjetrin pa nevojë. Ka momente specifike do të flasim për ato, por pa nevojë veç me livdu dikon. E tha Muhamedi alayhis salam: "Men kana minkum madihan akhahu la mahalata falyaqul ahsibuhu kadha wa kadha wallahu hasibuhu ahsibuhu kadha wa kadha wala uzakki ala Allahi ahad." Nëse dikush a ka domosdoshmë me livdu vllaun e tij, ashtu ka ardh puna, me I thonë: "Jo, ki ato cilësi nuk I posedon, ki është mashallah." Atëherë le të thotë më në fund: "Unë kështu e di, unë kështu e llogariti, por ai llogarit si I mirë është Allahu subhanahu wa taala, dhe unë askënd nuk pastroj më shumë se çka që Allahu xheleshanu I pastron robët e tij." Çka na ka mësuar Muhamedi alayhis salam me thonë: "Unë kështu e di këto." Tregon për ato çka din, por pastaj më në fund thu: "Kështu e di ato." Dhe Allahu xheleshanu është ai llogarit si I tij. Me një hadith tjetër thot Humam ibn al-Harith, e ka nxjerr hadithin Imam Muslimi, thot: "Anna rajulan ja'ala yamdah Uthman ibn Affan. Ja'ala yamdahu fajatha ala rukbatayhi al-Miqdad. Fa'akhadha hasabatin farama fi wajhihi." Thot ki sahabi, thot, njoni thot filloi ta livdone Uthmanin, kurse Miqdad ibn al-Aswad ishte një sahabi shumë I madh. U ul, tha, në gjuhë dhe mor, tha, zall, edhe ja gjujti personit në ftyrë. I thash Uthmani, tha: "Wailak, çka je tu bo? Pse vepron kështu?" Tha: "Semi'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul: idha ra'aytum al-maddahin fahthu fi wujuhihim turab." Nëse I shikoni ato që livdojnë, mirëni dhe edhe gjunja në ftyrën e atyre. A I shikoni vlezër na për mexhlise, kur fillon dikush ta livdon e dikon, ki kështu e ki ashtu e kështu me radhë, ai kënaqet me një gjë të tillë, por nuk e meriton. Këto janë tu shumë kohën e sotit janë, që njëri e livdon tjetrin pa marrë parasysh, pa nevojë. Ne kemi edhe raste që lejohet me livdu dikon. Tregojnë, thot, ka qenë dikush prej të parve, I ka falë mrenda ditës 400 recate, do më thonë mrenda ditës edhe natës 400 recate, pastaj ulesht edhe e kapte mjekrën e ti dhe thonte: "O ti", I thonte vetvetes së ti: "Ti je strehu I të gjithave të këqijave, nëse Allahu subhanahu wa taala nuk të mëshiron." Vëllezër, ne them që ka raste që lejohet dikush me livdu veten në raste të tilla, kur bëhet fjala për dobinë e shumicës apo largimin e një të keqes. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me hadithin e gjatë, kur tregonte për ditën e Kiametit, kur tregonte për ditën e llogarisë, kështu me radhë, çka thonte? "Ana sayyidu waladi Adem yawm al-qiyamati wala fakhr." Unë jam ai zotriu, unë jam prisi I gjithë bijve të Ademit ditën e gjykimit. Dhe nuk e thon, tha, këtë për lavdër. Pse thonte Muhamedi alayhis salam kështu? Por arsye se atij do të jepet shefajeti, ai do të jetë prisi. Dhe më në fund çka tha? Unë jam zotriu I bijve të Ademit ditën e gjykimit, por nuk e thon këto për mendje masi. Edhe ato kur edhën do persona me pyet se sa I dërguari Allahut po bën ibadet, çfarë programi ka? Gratë e tia, gratë e Muhamedit alayhis salam ju tregon që ka çfalet, bie me flet, agjinon, nuk agjinon. E këto tha njoni, unë kam me bo kështu, do të falem, nuk bie me flet, ai qetri smarton, ai qetri kam vetëm me agjiru. E Muhamedi alayhis salam I ndëgjoj. Ai kishte mundësi t'ilone letecin, por këto pasaj kishin me I qu besimtarët në humbje. E Muhamedi alayhis salam kur I ndëgjoj këto që te I kalun kufini, tha: "Ema wallahi in yakhshakum lillahi wa atqakum lahu." O tha, pasha Allahun, unë tha më shumë se ju I frigojm Allahut dhe unë jam më shumë se ju I devotshëm, por unë flej edhe fali namaz, agjiroj edhe nuk agjiroj, dhe më thonë jashtë Ramazanit.
edhe jam prej atyre që martohen. Unë nuk ja kthej botës dinjos shpinën, unë marr pjesë në këtë botë. Tu ishte i detirut Muhamedi a.s. i thonë, ej, su në arini ju këtë gratë, unë e më shumë se ju i frigohem Allahut, unë e më shumë se ju jam i devotshëm. Jusufi a.s. kur e vendosi ai mbreti me e caktu diçka, çka tha, i gjalni ala khazainil ard, inni hafidhun amin. Mu më let jem përgjegjës i depove të bereqetit, të grunit, se unë jam hafidh, unë e di ta ruaj ato, edhe jam alim dhe kom njohuri se si funksionon atë çështje. Prandaj edhe Abdullah ibn Mesudi radiallahu ta'ala anhu thonte, wallahi alladhi la ilaha ghayru ana a'lam kull ayatin ayna nazalat wa ana a'lamu kull suratin fima nazalat walau a'lamu ahadan a'lamu minni bikitabillah tubellighuhu al-ibilu la rakibtu ilay. Thonte Abdullah ibn Mesudi, wallahi unë e di çdo sure ku ka zbrit dhe unë e di çdo ajet përse ka zbrit. E sikur ta di që dikush ka njohurin këtë çështje më shumë se unë, i kisha hip devës dhe kisha shku deri taj. Pse tha ibn Mesudi këto? Që njerëzit marrin dituri ke ki, të marrin dituri të sigurt, mos shkojnë të marrin dituri andej dhe këndej, ki ka njohuri. E ki nëse nuk e thonë të këtë çështje, kush e dinte? Prandaj i kthejnë të njerëzit që të udhëzohen me porosit, me inspirimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, cilin ja mësoi Abdullah ibn Mesudit radiallahu ta'ala anhu. Prandaj vëllezër, çështja e lëvdimit të vetës është me të vërtet një çështje që i çon njerëzit në humbje. Por edhe të tjerët i çon humbje, ato që e lëvdojnë dhe ato që lëvdohen, por ka një lavdat e vetes në mënyrë të kundërtën. Dhe këto e ka vërejt, e ka has Hasanul Basri rahimahullah dhe thot, dhammu rrajuli nafsahu fil alaniyati madhun laha fi sirr wa man adhhara aiba nafsihi faqad zaka. Thot, akuzimi, nënçmimi i personit veten e tij para njerëzve. Ka do njerëz e nënçmojnë veten e tyre para njerëz. Ai shikon don tregohet me një mënyrë tjetër indirekt, ai don ta livdon e veten fshehtazi. Me e ditë une shumë njeri i keq jom. Ja, nuk punoj une shumë për Allah. Vallah, une mëkate, une boj, e kështu me radhë. Vetëm njerëzit ta kuptojnë të kundërtën. Pra ne ka thonë Hasanul Basri, ai i cili e nënshmon veten e tij para njerëzve, le ta dini se kjo është lavdat e fshehur razi për vetveten e tij. Nuk bën njeri veten e tij para njerëzve ta nënshmone. Unë e bëj kështu, unë e kom bo kështu, e kështu me radhë, vetëm e ullën veten e tij. Që thonë njerëzit, ki që e ullën veten, koqa duhet jetë një evlija i madh. Se nuk guxon dhe kush ta ullë veten e tij. E thot ai i cili e nënshmon, e ullën, e akuzon, e qërton veten e tij, pa ndërprerje para njerëzve, ai në mënyrë indirekte përpiqet me ngrit veten e tij. Po nuk ka gjetë metodë tjetër vetëm se këtë metodë. Prandaj thot ai i cili e nënshmon veten e tij para njerëzve, dihet se ai e ka livdu. Prandaj duhet me pas vlezër kujdes edhe në këtë çështjen, me mbajt balansin. Nëse ke bën mëkat mes teje dhe Allahut, kërko tobe. Kërko tobe tek Allahu xheleshanu, ai është që i falën mëkatet. Prandaj Ubej ibn Ka'b radiallahu ta'ala anhu thot për një ajet, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur lexoi këtë ajet, ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. Mos kishon Allah thot, ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. Mos kishon mirësia Allahu xheleshanu, mëshira e tij ndaj juve. Ju askush prej juve nuk do të kishi pas mundësi me bë vepra të mira, nuk do të kishi pas mundësi me u largu mëkateve, po Allahu është ai i cili ju ndihmon. Prandaj thot pejgamberi alayhis salam, wallahu yuzakki man yasha. E Allahu cilin don e pastron, e largon, ja bën veten e tij të ngritur, të pastërt. Thot Ubej ibn Ka'b, pejgamberi alayhis salam kur e lexoi kët ajet thonte, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wallah, vlezër dua shumë mirë. Allahumma ati nafsi taqwaha, ora Allah jepja nefsit tim devotshmërinë,
wa zakkiha anta khairu man zakkaha, dhe pastro veten time. Pastroma nga cilësitë e këqija, nga veset e këqija, nga morali i keq, nga sjelljet e këqija, se vetëm ti je ai i cili e pastron. Anta waliyuha, ti je ndihmësi, wa maulaha, dhe ti je mbrojtësi i nefsit. Prandaj përfundojmë përsërimin e ajet ku Allahu thot në surën An-Najm, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa, dhe mos e livdoni veten tuaj, se Allahu xhelle shanuhu e din se kush është i devotshëm. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah.